Rreshtet e ditëve të fundit dhe hapja e portave në hidrocentralin e Vau të Dejës ka vështirësuar situatën në zonën e Nën Shkodrës. Uji para 50 shtëpive është rreth 1 metër, duke bërë të pamundur jetesën normale të banorëve. Sipërfaqja e përmbytur në të gjithë qarkun e Shkodrës është në mbi 3500 hektar. Ndërkohë fryrja e liçenit ka bërë që pranë pedonales së urës së vjetër të Bunës të dalë përsëri uji, gjithashtu prezencë uji ka edhe në zonën e livadeve në periferi të qytetit. Një nga zonat më problematike është edhe fshati i Goricës. Banorët tabelojnë për ndihmë nga strukturat e shtetit, të cilët sipas tyre kanë lënë në mëshirë të fatit këtë zonë. Dëmet e shkaktuara janë të shumta, sidomos në bujqësi dhe blegtori. Zjania është katastrofike, na kanë mjellun e përfundum. Tesh nuk kena që me mjell mo, as që me ju dhënë love mo kërkum. Unë jetoj me sera, janë 1.5 dy lëmëser në familjen teme, pa llogurit, edhe janë 6 familje tjera që merra me sera. Jam i damtum totalisht. Kam 12 kaj lop në shtëpi që bazë ushqimore mund ka marru sot për sot. Në blegtori kena dëm se unë jetoj me blegtori, kam lop të shtëpia, e s'kam që më dhanë me hangër. Jam bëmi myt në ujë. Se janë bërë me cofë se s'kan që me hangër. Janë që ka zanë ujë, hasun e ka zanë ujë. Për çdo lëvizje, banorët duhet të qarkullojnë vetëm me varg, që të kryen shërbimet e nevojshme që nga blerjet e Bukës e deri tek mbërritja në zonat e tjera të komunës apo qytetin e Shkodrës për nevoja të ndryshme. Probleme ka pasur gjithashtu edhe në komunën e Bordicës, ku janë mbi 600 hektar tokë bujqësore, ende në ujë në fshatin Trush të Poshtëm.